vazhdojnë me ndeshjen e radhës. Vllaznimi mbrëm ka fituar një ndeshje dramatike kundër Trepçës në Gjakov me rezultat 85-83. Kuqezenjt siguruan fitoren në sekondin e fundit fal një gjuajtjeje spektakolare të Jericho Helms, i cili ndezi atmosferë në palestrën e Shaninushit. Do të gjuan në sekondën e fundit Jericho Helms. Shpërthen atmosfera. Vendasit ishin më të mirë që nga fillimi i ndeshjes, duke dominuar çerekun e parë me shënime të sakta dhe mbrojtjeje të fortë që përfundoi 31-19. Mirë po në çerekun e dytë gjithçka ndryshoi. Mitrovicasit morën lojën në dorë dhe fituan këtë periudhë me rezultat 33-15. Edhe çereku i tretë i takoi Trepçës, e cila vazhdoi ritmin duke fituar 19-13 dhe duke ruajtur epërsinë, por në çerekun e fundit erdhi përmbysja e madhe. Vllaznimi shpërtheu me të 3 pikësh atë Marcus Warwick, i cili ishte i pandalshëm. Ndeshja u mbyll 85-83 në të mirë të kuqezenjëve. Marcus Warwick ishte më i miri me 27 pikë, ndërsa Jericho Helms regjistroi 24 pikë. Pas 2 fitoreve rresht, vllaznimi është ngjitur në vendin e 6 të tabelës me 12 pikë, ndërkaq vllaznimi të mërkurë në Shaninushi pret yllin. Shpërthen atmosfera, do të rishikohet edhe njerë. Jericho Helms është heroi kësaj përballjeje. Neatralizim në sekondën e fundit.